Kumanovës, kryetarin e nderuar Kumanovës, doktorin Zoran Damjanovski, për pritjen sotshme në Kumanov. Gjilani dhe Kumanova kanë një traditë bashkëpunimi që pas luftës së Kosovë, edhe në krizën më të madhe në Maqedoni pashtu ne kemi bashkëpunim, por ka ardhur koha ti formalizojmë. Unë njoftova kryetarin për mundësitë e bashkëpunimit. Komiteti i Regioneve të Bashkimit Evropian, grupi për Ballkanin Perëndimor, takimin e radhës vjetore në Gjilan në tetor të vitit. Kryetari i Kumanovës do të jetë musafir dhe do të jetë partneri kryesor i konferencës, në mënyrë që ti akordojmë, ti angazhojmë takimet tona përbashkëta. IPA 2 në programet e bashkëpunimit ndërkufitar e lidh Gjilanin me Kumanovën dhe komunat e regionit tonë, që lidhet Lipkova, ndërtimin e vendkalimit kufitar në Belanov Stanqit, që është projekti i dy qeverive tona me iniciativë Gjilanit dhe Kumanovës. Po marrë kësaj ti vendkalimi kufitar kësaj rrugës Gjilanit dhe Kumanova, dhe natyrisht programe tjera të mikroregionit, Gjilan, Kumanov, Preshev, Tërgovishte, që është projekti besoj më i mirë dhe më i madh që nga Ballkani Perëndimor mund të dërgohet në Bruksel dhe mund punojmë në projektet përbashkëta bashkëpunimit. Mendoj që kjo ditë e sotshme është rikthem i historisë bashkëpunimit tonë, që do të harrojmë me fanatizëm këtë bashkëpunim. Gjilani dhe Kumanova përballjen etnike kanë pak a shumë të njëjtë. Duhet të jemi shembull i mirë i bashkëpunimit, shembull i mirë edhe i tolerancës, dhe çdo akt që ndodh i të shëmtuar duhet t'i besojmë organeve drejtësisë që të mirën me zgjidhjen e problemit, sepse nuk tolerojmë si lider lokal, ne nuk tolerojmë dhe nuk pranojmë asnjë lloj njolle në këtë bashkëpunim, qoftë ajo që Kumanova ka lëj si trazin dhe si problem dhe si shqetësim që shumë i dhëmshëm, do në shpreh rastin me ngushëllu familjen për humbin e me dashur tyre, por le të mbetet diçka që organet e drejtësisë vlerësojnë dhe e gjykojnë drejt.